Me që të ndëruar ju përshëndes edhe një herë, shpresoj që jeni duke kaluar një ditë vërtet të mirë dhe të mrekullueshme. Do të vazhdojmë sot me një mesim tjetër nga Ungjilli sipas Markut. Jemi duke bërë një seri të mësimeve nga Ungjilli i Markut, edhe jemi tek Mateu kapitulli 7, edhe sot do të shikojmë vargjet e fundit të këtij kapitulli, vargjet 31 deri 37, ku shohim një mrekulli tjetër nga Jezusi, kur ai shëron një person që ishte plotësisht i shurdhër dhe gjithashtu edhe nuk mund të fliste, pra i shurdhër dhe me mec. Kjo është mrekullia që do shohim sot që Jezusi bën në këto vargje. Kështu që fillimisht le të lexojmë këto vargje dhe pastaj do të shikojmë ato me shumë detaje. Jam duke lexuar nga Biblia Pro këtu, dhe le të lexojmë dhe pastaj do shohim. Marku kapitulli 7 vargjet 31 deri 37. Shishoni çka thotë. Dhe përsëri kur doli prej kufeve të Tirit, shkoi përmes Sidonit, drejt detit të Galiles nëpërmjet kufeve të Dekapolit. Dhe i solli një të shurdhër edhe të belbët, dhe i u përgjëruan që të vërë dorën mbi të. Dhe si e mori me njën nga turma, veçmas Jezusi vuri gishtat e vet në veshët e tij dhe duke përshtyr preku gjuhën e tij. Dhe t'i ngritur syt drejt qiellit, pshërtiu dhe i tha atij Efatha, që do të thënë hapu. Dhe ju hapen veshët dhe ju zgjidh lidhja e gjuhës dhe fliste sakt. Dhe Jezusi u dha urdhër atyre që të mos i thoshin askujt, por sa më shumë u jepte urdhër, ata aq më tepër e shpallnin. Dhe njerëzit çuditeshin tej mase, duke thënë, mirë i ka bërë të gjitha, dhe të shurdhërit i bën të dëgjojnë dhe me mecët të flasin. Fjala e Perëndis do të na bekojë përderisa e shikojmë atë sot. Në mësimin e fundit që kemi bërë nga kapitulli 7 i Markut, Jezusi kemi parë rastin ku Jezusi e shëron vajzën e një grua Serofenikase. Në këtë rast ai sapo kishte ardhur në kufet e Tirës dhe Sidonit, dy vende këto që ishin jo hebreje. Edhe mbasi ai Jezusi e shëron këtë vajzë dhe përderisa është duke shkuar, duke rrugtuar drejt detit Galile, janë disa persona që e sjellin Jezusit këtë person që është i shurdhër dhe ka pengesa në të folur, apo belbën, siç themi në vargu 32, si na thotë këtu, dhe i sollën një të shurdhër dhe të belbët dhe ju përgjëruan që të vërë dorën mbi të. Do thotë kemi disa persona që sjellin këtë person para Jezusit, sepse ka nevojë që të shërohet, ka nevojë që të dëgjojë, ka nevojë që të flasë mirë. Nuk na thuhet saktësisht se kush këta persona janë, a kanë qenë familjarët e tij, a kanë qenë shokët e tij. Kjo nuk na shpjegohet, por sido që të jetë, kemi një person të shurdhër dhe një person që belbën para Jezusit, dhe këta persona tjerë që i përgjërohen Jezus që ta shëron këtë person, i lutin Jezusit që ai ta bëj këtë. Edhe në këtë rast këtu Jezusi as nuk bën pyetje, as nuk bën ndonjë koment, thjesht menjëherë, siç themi ne, i përvishët punës, edhe vargjet 33 dhe 34 Jezusi u përmbush këtyre personave këtë kërkesë, siç çka thotë. Dhe si e mori me njën nga turma, veçmas Jezusi vuri gishtat e vet në veshët e tij dhe duke përshtyr preku gjuhën e tij, dhe duke ngritur syt drejt qiellit, pshërtiu dhe i tha atij Efatha, që do të thënë hapu. Siç shohim këtu, mënyra se si Jezusi e shëron këtë person, mënyra se si Jezusi e bën këtë mrekulli këtu, është pak më ndryshe se zakonisht. Ai thjesht nuk thotë që vetëm shërohu, apo nuk e thotë këtij personi që shkon rrugën tënde sepse kërkesa jote është përmbushur, apo kërkesa juaj është përmbushur. Por ai bën diçka, Marku na jep disa detaje këtu se si Jezusi e shëron këtë person. Ai së pari e largon këtë person nga turma, pastaj i vën gishtat e tij, gishtat e Jezusi i vë gishtat e vet në veshët e këtij personi dhe pshtyen.
përshtyen dhe pastaj prek gjuhën e këtij personi. Jezusi këtu në fakt është duke i bërë dy mrekulli në të njëjtën kohë. Ai po shëron këtë person nga dëgjimi dhe gjithashtu po e përmirëson apo e shëron këtë person në të folur, sepse ky person belbonte dhe nuk fliste qartë. Do të dy mrekulli në të njëjtën kohë. Tash unë personalisht isha kurioz se pse Jezusi i bëri këtë gjëra gishtat në vesh pështyrjen. Ndoshta edhe disa për ju jeni kurioz që ta dini se çka është qëllimi pas kësaj, pse Jezusi e bëri këtë mrekulli në këtë mënyrë, dhe për të përgjigjur drejt për drejt, arsyeja për këtë gjë nuk na jepet, thjesht nuk na jepet. Bibla nuk na jep arsyet se pse Jezusi e bëri këtë. Ne mund të spekulojmë dhe njerëzit e bëjnë këtë vazhdimisht, por Bibla nuk na jep arsyeën se pse. Por ajo që dua të them një gjë që po mendoja, thjesht është fakt se Jezusi nuk ishte i kufizuar që t'i bënte gjërat vetëm në një mënyrë të caktuar. Dhe kjo është e rëndësishme. Si të krishterë ne duhet ta kemi këtë parasysh, sepse shpesh ne kemi tendenca që t'i bëjmë gjërat në një mënyrë të caktuar, edhe kushdo që nuk i bën ato gjëra gjithashtu në të njëjtën mënyrë, ne nuk e konsiderojmë se diçka nga Perëndia. Për shembull, ka raste kur ne dëgjojmë se Perëndia po bën gjëra të mrekullueshme me një kishë që ndoshta ne nuk pajtohemi plotësisht me gjithçka që ata bëjnë apo besojnë. Edhe tendenca jonë është që të themi se kjo nuk mund të jetë nga Perëndia sepse nuk po bëhet në këtë mënyrë të caktuar që ne i bëjmë gjërat. Po ky pasazh na tregon që Jezusi bën mrekulli, por jo vetëm në një mënyrë të caktuar. Nganjëherë ai vetëm e thot fjalën dhe njerëzit shërohen. Nganjëherë ai vetëm i thot personit shko se në fakt as pa shkuar te personi që është i sëmur apo i vdekur. Jezusi vetëm e thot fjalën edhe gjërat ndodhin. Do thot ka mënyra të ndryshme se Jezusi i bën gjëra, se si ai i bën mrekulli, dhe këtë vërtet duhet ta bëjmë, duhet ta mbajmë në mend. Si të krishterë. Pra, edhe pse mënyra se si Jezusi e bën këtë mrekulli është pak ndryshe se zakonisht, rezultati është i njëjtë. Personi shërohet. Shoqëria çka vargje 34-35 në thonë, dhe duke ngritur sy drejt qiellit, pëshërtiu dhe i tha atij e fatha, që do të thënë hapu, dhe ju hapën veshët dhe ju zgjidh lidhja e gjuhës dhe fliste sakt. Jezusi do të thotë i vë gishtat e vet në veshët e këtij personi, pastaj pështyen në gishtat e tij dhe prek gjuhën e këtij personi, edhe ky person me njëherë shërohet. Jezusi i drejton syt nga ati, duke konfirmuar se kjo mrekulli që Jezusi po bën është në pajtim me vullnetin e Perëndisë, dhe pastaj thot e fatha, që do të thot hapu, dhe në momentin që Jezusi e bën këtë, çka ndodh? Vargu 35, dhe ju hapën veshët dhe ju zgjidh lidhja e gjuhës dhe fliste sakt. Veç imagjinoni pak ndjenjen e këtij personi që është duke e përjetuar këtë shërim. Veç vendosni pak veten tuaj për një moment në vendin e këtij personi, kur i hapen vesht dhe ai fillon për herë të parë që të ndëgjoj zhurma, që të ndëgjoj tingëllima për herë të parë. Çfarë ndjenje e mrekullueshme. Përveç kësaj, jo vetëm që ai shërohet nga dëgjimi, por ai fillon të flas. Normal mënyra se si ne mësojmë të flasim është duke ndëgjuar së pari se si njerëzit e thojnë fjalët, pastaj ne i përsërisim ato si fëmijë të vegjël. Ky person për shkak se nuk dëgjonte, kishte edhe probleme me të folur. Dhe kështu që Jezusi i shëron që të dyja këtu. Kjo është vërtet mahnitshme që Jezusi ja shëron edhe të folurit. Jezusi e bën këtë në një moment caktuar, në një moment ai ja shëron dëgjimin edhe të folurit. Jezusi nuk kishte nevojë tash që
të ulej mbasi e shëron të folurit e tij. Jezusi nuk kishte nevojë që tash të ulej me këtë person dhe të thotë, hey, kësaj i thojnë rrugë, apo këtij i thojnë gur, apo këtij i thojnë bar, apo kësaj i thojnë pemë. Ai person i mëson këto gjëra në një moment, edhe Marku qëllimisht të thotë këtu se ju hapën veshët dhe ju zgjidh lidhja e gjuhës dhe fliste sakt. Marku e thekson këtë fjalën sakt sepse është vërtet e mahnitshme. Jezusi në një moment jo vetëm që ja mundsoi këtij personi që ai të flas, por e bëri këtë që të flas sakt. Ja mësoi edhe gramatikën se si duhet të flas. Vërtet e mahnitshme, sa madhe dhe mahnitshme është fuqia e Jezusit në këtë mrekulli këtu. Nuk është e çuditshme që vargu 37 të njerëzit çuditeshin tej mase, duke thënë miri ka bërë të gjitha, edhe të shurdurit i bën të dëgjoj, edhe me mecet të flasin. Ata vërtet janë të mahnitur nga kjo gjë sepse e shohin një person që ishte i shurdur, e shohin një person që nuk kishte mundur të flasë brenda një momenti. Gjithçka ndryshon, edhe ky person flet qartë, flet me gramatikë, s'ka nevojë që të shkojë në shkollë për të mësuar se si të flas apo si për të mësuar gramatikën. Gjithçka ndodh këtu në një moment të caktuar. Në vargu 36 dhe Jezusi u dha urdhër atyre që të mos i thashin askujt, por sa më shumë që u jepte urdhër, ata aq më tepër e shpallnin këtë. Është normal, kush mund të mbaj një lajm të tillë brenda? Kush mund të mos flas kur ndodh një gjë e tillë, kur një person e sheh një gjë? Si mund të mos flisnin këta persona që e kishin parë këtë gjë sapo kishte ndodhur? Jezusi shfaq vërtet një fuqi të mahnitshme këtu. Me që dëgjoni kur ky është Krishti që ne si të krishterë besojmë. Kur unë si i krishterë flas për Jezusin dhe ju ftoj që ju të besoni në Jezusin si Zot të shpëtimtar. Unë nuk e bëj këtë thjesht për shkak se krishterimi më pëlqen më shumë. Unë e bëj këtë sepse Jezusi është vërtet jetë ndryshues. Jezusi ka fuqi që ta ndryshojë jetën tënde, si këtij personi këtu që ndryshua jeta komplet. Jezusi ka fuqi që ta ndryshojë edhe jetën tënde. Ky shërim këtu funksionon si një shembull për shërimin shpirtëror që Jezusi na jep. Jezusi mund të merr njerëz që janë komplet të shurdhër ndaj gjërave të Perëndis, janë aq të zhytur në mëkat, ashtu siç ne jeshim, saqë as nuk dinë se çka Perëndia thot, as nuk dinë as nuk mund të ndëgjojnë fjalën e Perëndis. Jezusi mund ta merr një person të tillë si unë, dhe t'i hap veshët shpirtëror që ai të ndëgjoj sakt, ashtu siç duhet, të ndëgjoj të vërtetën e Perëndis. Kjo është arsye sepse ne ju thrasëm të Krishti. Krishti është vërtet një person i mahnitshëm. Ai është Perëndia në mesh edhe e shfaqi këtë me mrekullitë që ai bëri. Kështu që kthehuni te Krishti. Kthehuni te Krishti dhe ju premtoj se do të përjetoni fuqinë e tij. Ne si të krishterë dëshmojmë për këtë. Ne kemi përjetuar dhe përjetojmë gjëra të tilla vazhdimisht. Krishti është vërtet i mahnitshëm. Në përfund, duhet që ta mbyll me diçka praktike për ne që jemi të krishterë. Dëgjoni edhe një herë vargun 32. Duket është 32, po. Po. Shiqoni çka thot. Dhe i sollën një të shurdhër dhe të elbët dhe ju përgjëruan që të vërdoren mbi të. Ajo që dua të theksoj këtu me që të krishterë, është se ishin njerëz të tjerë që e sollën këtë person tek Jezusi. Ai nuk erdhi vetë. Edhe kjo është diçka që vërtet më ka prekur mua, edhe më ka bërë të mendoj, a jam une duke i sjellur njerëzit që kanë nevojë për Jezusin tek Jezusi? Imagjinoni pak. Ka njerëz që
nuk e njohin Jezusin. Ka njerëz që nuk kanë dëgjuar kurrë për Jezusin. A jemi ne instrumente në dorën e Perëndis, që ai është duke përdorur për të sjellur njerëzit tek vetja e tij? Miq, le ta bëjmë punën e Perëndis. Le të shkojmë edhe të marrim njerëzit nga rruga, nga qushet, nga fushat, edhe të sjellim te Krishti, ta ndajmë lajmin e mirë, lajmin e mirë me ta. Të paktën në lutje, në përgjërime, sikur këta personat që bën këta e sëllën atë person për dhe ju përgjëruan Jezusit që ai të dashuroj këtë person. Le të lutemi me që të nderuar që ta bëjmë të njëjtën gjë, që të sjellim njerëzit e humbur, njerëzit e shurdhër, njerëzit e verbër, të sjellim ata te Krishti. Po flas nga ana shpirtërore, njerëzit që nuk e dinë fjalën e Perëndisë, njerëzit që nuk e kanë parë fuqinë e Perëndisë. Le të sjellim te Krishti, le të bëjmë ata instrumente që i sjellim njerëz te Krishti. Ky është një mësim që mund të marrim nga ky pasazh. Lutem për veten time, lutem për ju, që Perëndia të na përdor për të sjellur njerëz te Krishti. Ju falenderoj edhe një herë, edhe Zoti ju bekoft gjithëve. Në videon e ardhshme do të fillojmë Markun kapitulli 8. Zoti ju bekoft.